Imagjino një princesh ilire që lindi në zemër të Dardanis, atje ku malet e larta ruajnë sekretet e lashta të një populli luftarak. Quhej Etuta, vajza e mbretit Monuni II, një vajzë e rritur me skërcënimeve të përhershme të Maqedonisë, ndërsa fiset Bastarne zbrisnin si stuhi dhe Roma afrohej çdo ditë më shumë. Ajo nuk ishte destinuar për fron, por për një aleancë që mund të bashkonte dy prej mbretërive më të fuqishme ilire. Kur u fejua me Platorin, vëllajin e mbretit Genti të Ardianëve, dukej sikur Iliria do të lindte sërish më e fortë, e bashkuar nga Dardania deri në Adriatik. Por xhelozia e Gentit shkatërroi gjithçka. Ai vrau vllajin e tij dhe mori Etutën për vete, duke zhytur princeshën në zemër të një tragjedie politike. Etuta u bë mbretëresha e Ardianëve në momentin më të rrezikshëm të historisë ilire. Genti vendosi të sfidonte Romën, duke u bashkuar me Maqedoninë, një gabim që do t'i kushtonte shtrenjtë. Në vitin 168 para erëson, legionet romake hynë në Shkodër dhe brenda 30 ditësh gjithçka ra. Etuta, mbretëresha që duhej të bashkonte ilirët, u bë robëresh lufte dhe u shëtit në rrugët e Romës në triumfin e generalit romak së bashku me Gentin dhe mbretin Perse të Maqedonisë. Heshtja e saj në atë procesion ishte fundi i një epoke. Me Etutën u shua fara e fundit e mbretërive ilire. Ajo mbeti një emër i vogël në historinë e madhe të Romës, por një figurë e madhe në fundin tragjik të Ilirisë. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.